Sepse neve na mëson edhe profeti Muhammed alayhis salam ku thot, kur dikush të fyen, të shan pra, ti thuj unë jam agjërushëm. Pra nuk dush me leju veten me rënë derexhen e atij i cili të fyen apo të rëndon me fjalë të cilat nuk janë të heshme gjatë muajit Ramazan. Ai duhet me pas kujdes, sepse ne thamë në fillim që agjërimi nuk është për qëllim vetëm mos me hangër dhe me pi. Po gjithsesi sot për shembull se vrejmë në rinin tonë pjesë vegi përdor fjalë të cilat nuk duhet më përdor. Mos them fjalë ofenduese ta quaj kështu, po shprehje që ne ndëgjojmë që nuk janë të mira edhe jo vetëm në jashtë Ramazanit, po edhe në Ramazan sidomos duhet me pas shumë kujdes. Se çdo fjalë që ne përdormi jo të heshme, jo të mirë, që e fyjim me epitete të ndryshme, pra ne e dobësojmë, siç themi më parë, e dobëson agjërimin dhe duhet me pas kujdes. Sepse neve na mëson edhe profeti Muhammed alayhis salam ku thot, kur dikush të fyen, të shan pra, ti thuj unë jam agjërushëm. Pra nuk dush me leju veten me rënë derexhen e atij i cili të fyen apo të rëndon me fjalë të cilat nuk janë të heshme gjatë muajit Ramazan. Ai duhet me pas kujdes, sepse ne thamë në fillim që agjërimi nuk është për qëllim vetëm mos me hangër dhe me pi. Por agjërimi ka për qëllim mbrojtje edhe prej gjuhës, prej mendjes, prej shiqimit dhe ndëgjimit. Pra këto hin në kuadër të agjërimit. Siç tham lalekum të takun me qenë i devotshëm, pra me pas kujdes në gjuhën tonë, ndëgjimin tonë, shënqimin tonë, mos me përdor dhe mos me vlerën që ka agjërimi. Ndaj do të me pas kujdes dhe mu largu prej fjalëve të ndyta dhe të kota.